bota po ecë përpara, na kemi ngelën këtu, sikur dreqi që thënë e këshyri njëri tjetrin me hangër me dhëm. Jo. Kush është fajtor? Janë ato që janë të boqeverien. Tërë opozita tonë kohën e ka fajnë edhe ka bajrakun e fajtësimit. Populli këta i ka dhënë apel. Edhe në të din, e tërë opozita në të din mirë, se këtë faj nuk mund të mja hudhën as qeverisë Kurti, as qeverive tjera, as në Beograd nuk mund të vetë e ka fajnë. Ne të punojnë të kapin punën serios. Se ky popull, kjo Dardani, dikur historia, krejt kam i shfletu këtë gjana. Edhe nuk e din që fëmija i ty në kam i dënu. Dhe ju? Ju jene? Unë jam Ismail Mustafa. Ismail, pyetja jam e sodit është kjo. Çfarë kanë ngecë në mrena institucioneve shtetërore, ku më një shtet zgjedhjet u banën pothuajse 2 muaj, që kanë përfundu dhe ende nuk ka formim qeverisë. Çfarë na kishe folë ti për këta? Po që them për këta, na e dina mirë që këto farë marifetlëqe, me thonë shkurt, që po sillen kështu, më skujton se unë ja kësha quë një të fala opozitarve, posaçërisht opozitave, që e kanë tregu veten jashtëzakonisht dopt, se kjo qeveri nuk është e vetë vendosjes, as nuk është Albin Kurtit, as nuk është Albelina Haxhiut, po kjo qeveri është e Kosovës. Në ta qesin gishtin kokë dhe në të menojnë mirë, se e kanë hup autoritetin e vetë opozitarët komplet në popull. Komplet opozitarët e kanë hup autoritetin në popull. Pse, bje pyetja? Se ata nuk e din një, që qeveria sa më shpejt formohet, edhe të punon për këtë popull, gjithmonë populli ka me qenë për ata.